Ne jemi pjesë e këtij koncepti. Ne nuk kemi qeveri, ne nuk kemi shtet, ne jemi një kartel. Një kartel ndërkombëtar droge, ku këtu është qendra. Dhe kjo qendër që është Shqipëria, kujdeset pikërisht për themelin e mafjes, që është paraja. Me organizimin e networkut mafios shqiptar në botën e kokainës, kryesisht, është punuar nga qeveria shqiptare në vitet 2013, 14, 15, 16 për të ndërtuar burimet njerëzore. Dhe qeveria shqiptare ka qenë e përfshirë në një projekt ndërkombëtar, që ka qenë përfshirë dhe Amerika, ka qenë përfshirë edhe Europa, që drejtonte Sorosi, dhe ishte krijimi një parcele të madhe kanabisi për të krijuar një kanal të ri kanabis në Europë, për shkak se kishin probleme me Spanjën, për shkak se vinte nga Maroku. Dhe Maroku në atë kohë ishte i rrukalimi që vinte nga grupet e ISIS-it në atë kohë, që kishte krijuar çufot. Se dhe ISIS-in çufot e kanë krijuar. Edhe këtë terrorizëm islamik çufot e kanë krijuar. Dhe duke qenë se ishte bërë një problem i madh në Europë, fakti që financoheshin gjatë rrugës kalimit të kanabisit nga lindja e mesme deri në Spanjë nëpërmjet Marokut dhe sidomos Afrikës Veriore, u duhet të krijohesh një kanal i ri, që ishte Shqipëria. Dhe historia e krijimit të kanabizimit të Shqipërisë, që është një projekt ndërkombëtar, prodhoi dhe strukturën më të madhe mafioze të kokainës në botë, që është Shqipëria. Pse them strukturën më të madhe mafioze të kokainës në botë? Asnjë gjë nuk krahasohet me Shqipërinë këtë pikë. Kudo ka mafje, kudo ka krim, Shqipëria është mbi përfaqësuar në botën e kokainës, në aspektin e menaxhimit parave dhe të trafikut, për shkak se ka një qeveri që e drejton. Është një kartel. Natyrisht që Rama nuk merret me sa kilograma apo sa ton do kaloj nga ania X ke kafja filan. Por ai është pjesë e kësaj mekanizmi, do jap një provë sot. Ta keni për herë tjetër dhe e kanë përgatitur dhe si material për ambasadorin e ri amerikan që do vi këtu. Jo se kam ne shpresë të madhe, se unë më tepër shpresoj që atë me gjeopolitikë dhe të na shkthej portën e Durrësit atë hall kam unë, edhe kush e di mund të bëj ndaj gjë të mirë për Sazani, nëse do bëj apo do e shes ai. Po kam një provë për këtë punë e Ramës personale, të kartelit. Unë jam kryeministri i një vendi dhe konstatoj që në vendin tim konsumi bananës është 12 fishuar. Cilët vitën? 2016. Nga 2016? 2016 ishte 12 fishuar. Tani ka një problem. Një produkt mund 2 fishohet. Një raste shumë të rralla. Akoma dhe më të rralla të 3 fishohet. Po është i panjohur që neve të 12 fishojmë importin e bananës. Ma kuptove? Në kohë të Berishës ishte kaq. Në kohë të Ramës u bë kaq. Ka që shko. Se s'maj më nej bum që kemi hëngër 20 kg banane, apo? Se me sa diu në 2012, kur ishte Berisha në pushtet, ne kishim banane në treg. Dhe shqiptarët e konsumonin banane. Në mënyrë proporcionale si çdo frut tjetër. Dhe pa ndryshime me të shkuarën. Thjesht në vitet në 2000 banana kishte pushtuar tregun shqiptar. Tani çështja është si mund 12 fishohet konsumi i bananës, kur kjo nuk duket. Se ti që të 12 fishohet, ti të hash 12 herë më shumë banane. Unë të haj 12 herë më shumë banane. Do të na kishte rënë sy kjo gjë apo jo? Se kur bën stomak, ke parasysh një gjë e tillë do ta ndjesh. Se ç'an ndikon në trupin e njeriu po të haj shumë banane? Asi gjom. Thjesht e këta ngrohtë. Se si 12 ton, nuk ishte 12 fish, kjo është sekreti. Po sa u 12 fishuan bananet, u shumë fishuan edhe ndërtimet do. Tash koncepti është që unë jam kryeministër. Dhe unë kam dhëna doganore, që unë i shoh një herë në vit. Dhe mua më bën sy kjo gjë, apo? Pse si ran sy qeverisë shqiptare kjo? Po shëbim vetu pse si ran sy. Interesoj. Sepse kokaina vinte edhe nëpërmjet bananeve. Përveç tjera vinte nëpërmjet bananës. E kupton dhe lopa. Sepse të marrësh 12 banane. Mirë, po ta shpjegoj unë ty. Të marrësh kaq shumë banane, ti s'e ku i konsumova. Pra do i varrosësh. Ma kuptove logjikën. Po ç'se le verdysi të varrosësh banane? Vetëm kur ka një vlerë më të madhe brenda apo jo? Që banani është vetëm levozhg në këtë rast. Do hedhësh levozhgën apo jo? Bananën do hedhësh. Dhe kur s'tha njëri llogari se si pati mundësi që Shqipëria 12 fishoj konsumin e bananës. Kjo tregonte që ka disa produkte detare që përfshin kromin, po që përfshin dhe qymyrin. Ti e di që ne importojmë shumë qymyr nga Amerika Latine? E ke menduar këtë? Ne importojmë shumë qymyr nga Amerika Latine. Pyetja është,
Çfarë duam qymyr? Ne zim që përdoret qymyr në Shqipëri. Çfarë është qymyri? Një nga mbulimet më mëdha të kokainës. Vazhdojmë. Ka shumë produkte që vijnë nga Amerika Latine, të cilat, si thosh, çuditërisht nuk kanë një përputhje të kostos me përfitimin. Po ti marrim ashtu siç janë. Po nuk janë ashtu siç janë. Vazhdojmë. Numri i shqiptarëve në Ekuador tash është bërë lajm, apo? Padyshim ata, edhe para 10 vjetësh. Pse s'bësh lajm para 10 vjetësh? Kush i falsifikonte lajmet para 10 vjetësh? Ka një emër, është me person, me emër, me mbiemër. Është ky Lamallari, ministri i brendshëm. Ky para 10 vjetësh kishte eksklusivitetin e shkrimit të raporteve për krimin e organizuar në Shqipëri nga Fondacioni Soros në anglisht, që ta shpërndanin nëpër botë. Dhe ky në vitin 2016 prodhonte raporte fake për Shqipërinë që të mbronte qeverinë shqiptare, por pyetja është, po mbronte qeverinë shqiptare apo mafia shqiptare? Kjo është pyetja që shtrohet. Ndërkohë që sipas gjitha dhënave në 2016-2017, Shqipëria kishte filluar të binte në mysy në mënyrë të jashtëzakonshme si e mbi përfaqësuar në botën e krimit në Amerikën Latine në raport me Europën. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur në nënhundën e qeverisë, që është gënjeshtër. Ne kemi krijuar të parën monedhë në botë, më dëgjoj me vëmendje, të parën monedhë në botë, që kundër vlerë nuk ka as arin dhe as Rothschildin. Ka banan. Jo. Ka kokainë. Bananin Jo, ka kokainë. Prit se banani është kaq. Kokaina është kaq. Sepse ajo që të folëm për bananin është një nga gjërat që kanë bërë. Po është kaq vëlla, me atë që po them unë ty sot. E gjithë kundërvlefta e lekut sot, që e thyn mes euron, e thyn mes dollarin, e thyn mes sterlinën, është vetëm kokaina. Problemi është, se këtu është sekreti, që ka njerëz që i rremenja, që më mirë se po marrin parë shqiptare, nuk e kupton dot që sa do të jetë i fort leku me dollarin, inflacioni i blerjes ushqimeve në Shqipëri është të merr. Pra, ti vërtet ke dollarin shumë të dobët në raport me lekun. Problemi është kontitë që është më i rënd. Leku jon është prapë i pa vlerë për shkak të kokainës. Sepse ti shkon në dyqan sot dhe blen ushqime, dhe ti e kupton që me atë 50.000 lekë e dikurshëm, që ti e bëje sportën kaq, sot aty poshtë ka ti parë sportës. Ke përç me 50.000 lekë. Sepse vlera e lekut ka ra. Ndërkohë ka ra shumë të euros vetëm për Shqipërinë, në Shqipëri, për shkak të kokainës që pastrohet para në Shqipëri. Pra koncepti është, ne kemi një qeveri që ka ndërtuar gjithë strukturën ekonomike të Shqipërisë si kartel. Këtë ka shpikur thash një çufo në vitet 30 në Amerikë, që çuditërisht në historinë e botës mbahet si vetëm çufo, që nuk u dha shtetësia e Izraelit, megjithëse ndihmoi shumë Izraelin me armë, me çdo gjë tjetër, sepse Amerika i vuri kusht Izraelit që këtë mafioz nuk e olçe. O do ta dorëzoni, o do të ndërpresim ndihmën ushtarake. Ata për të marrë ndihmën ushtarake dorëzon. Dhe ky është një personazh inteligjent i mafjes, familje mafioze që revolucionoi mafjen. Kur ti studion këtë, kupton Edi Ramën sot. Unë duke lexuar strukturën e tij financiare, kam kuptuar Shqipërinë. Modelin ekonomik e ka shpjeguar ai se ky është gjithë një kartel. E bëri këtë në Kubaj. Vitet 30-40.